Në këtë edicion do të ndiqni. Në Gjakov u diskutua për edukimin medial dhe lajmet e pavërteta. Rritja e çmimeve rëndon qytetarët në prag të festave të fundvitit. Mbahet takimi hapur me shkrimtaren Jetlira Avdiaj. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Dezinformimi është një armë e shumë shteteve, bizneseve, subjekteve politike, të cilat e përdorin atë për të arritur synimin e tyre. Kështu u tha sot në një takim ku u diskutua për edukimin medial, lajmet e reme dhe mënyrën se si të mbrohemi prej tyre. Në kuadër të programit të Bashkimit Evropian në Kosovë, edukimi për median dhe informimin, në Gjakov sot është hapur zyrtarisht ekspozita The Classroom Misinformation Edition, si dhe është mbajtur një punëtori interaktive mbi edukimin medial. Eksperti për edukim medial, gazetari Visar Pribreza, është shprehur se është e rëndësishme që të kemi edukim bazik për të dalluar informacionin e vërtet ndaj atij të remit. Është informacion për shëndetësi, sot na shohim edhe tjetër informacion për rrëmët që kanë bëjë me liderët tonë, me politikanët, që kanë bëjë me historinë tonë, me herënjët tonë. Dhe secila prej tyre mundet me qenë e gabuar dhe rrjedhimisht mundet me ndiku me pas synim në ndikimin e shtresave të ndryshme. Unë shpesh herë e them po çysh ka me ndiku dikush që na me fillu me menu negativisht për një hero tonë i cili ka rënë në Një paje që duhet me pas parasysh, është që gjeneratat e reja, që kanë linë mas lufte, ata konsumojnë informacion. Dhe betia e tyre, përcaktimi e tyre, gjykimet e tyre, për historinë, për të ardhmen, për Kosovën, kanë mënduar për informacionin që ata e konsumojnë. Prandaj është tepër e rëndësishme që na me u eduku, me pas një edukim bazik për me ditë cilë është informacioni i vërtet, cili është informacioni rënd, pse na nuk duhet me besu në informacionit rënd, cilat janë portalet që imitojnë gazetarë dhe imitojnë faqe gazetareske, të cilat synojnë me manipulu opinion. Ndërkaq eksperti Pribreza tha se sot dezinformimi është një prej armëve të shumë shteteve, bizneseve e subjekteve politike që e përdorin për të arritur synimin e tyre. Zakonisht pusonat dezinformuese janë sot është njëra prej armëve të shumë shteteve, të shumë bizneseve, të shumë partive politike për me arritur synimet e tyre. Pra në luftën e tyre që ata e bën. Po supozojmë, nëse marrëm luftën që ka qenë në Kosovë, gjeneratat që janë pak më vjetra e kanë jetuar. Ne e dim cilat kanë qenë dezinformata që na u kanë shërbyer. Domethënë, nëse dikush ka vdekë edhe e ka vrarë dikush në rrugë, në automatizëm, ata është prezentu si dikush që është militantist, si dikush që ju ka gjenë një armatim, anashtë aje ka qenë zënës edhe ka pas në fletore më. Pra, për shkak se synimi ka qenë domi që po dashme me bu. Qëllimi i punëtorisë dhe ekspozitës multimediale ishte shpalosja e mënyrave se si teknologjia, dezinformimi dhe mbledhja e të dhënave ndikojnë në sjelljet e përdoruesve në hapësirën digjitale. Në vigjilje të festave të fundvitit, çmimet e disa produkteve bazike kanë filluar të shënojnë sërish rritje. Përkundër faktit se festat e fundvitit sjellin atmosferë festive, kjo periudhë për shumë familje shoqërohet edhe me sfida financiare. Ndërkohë rritjen e çmimeve e kanë pohuar edhe nga shoqata konsumatori. Në prag të festave të fundvitit, kur tryezat familjare tradicionalisht mbushen më shumë se zakonisht, qytetarët po përballen me rritje të ndjeshme të çmimeve të produkteve bazë ushqimore. Sipas të intervistuarve, çmimet e mishit, vajet, produkteve të çumshit dhe produkteve tjera ushqimore kanë shënuar rritje, duke e bërë më të vështirë për shumë familje përgatitjet festive. E për këtë situatë konsumatorët shprehen të shqetësuar, duke pohuar se rritja e çmimeve po ndikon drejt për drejt në buxhetin e tyre. Çmimet janë kupçillit. Për çdo ditë për hypin si gjona ushqimore, si me perime tonat, çmimet janë shumë të larta, me pensionet shumë për dalim kryqyshën kry. Tona shkojnë në rand, qeveria i ka fajet që i lënë me ngrit çmimet. Çmimet i shku kupçillit. Me nëzit që për dalim kry muj. Ngrejtje për zbritje s'ka kujgjo s'ka.
vaj, oriz, makarona, këto që janë të përditshme. Se le këto fruta e këto që spreken. Tarët janë shumë dopta, ekonomia shumë e dopt, njerëz në varfëri e në largim janë gjithmonë. Si ma vend në këtu? Ku kam i mojt vendë? Çmimet bazike, që 3 muaj e kënaj dhe shka ka ngritje, se nuk ka zbritje. E kostoja e jetës është shumë e shtrejt. Shporta, familjare, në qilë, s'po di që është më thonë të tërgjohë. Mundet me ndodhë ngritja e çmimeve mas vitit të ri. Dhe më thonë ka para lajmërime. Me siguri, gjatë këtyre ditëve nuk parashef që do të ketë ngritje. Për shumë arsye. Janë në çështja dhe zgjedhjeve tjera, çmimet do të jenë po ato që kanë qenë deri tani. E mas vitit të ri është shumë e parashikueshme se çka mundet me ndodhë. Kryetari i Shoqatës së Konsumatorit, Selatin Kaçaniku, tregoi se rritje reale të çmimeve ka, ndërsa zbritjet nuk vrehen. Ai thekson se çdo lëvizje në treg rëndon mbi konsumatorin, i cili njëkohësisht është edhe taksa pagues, ndërsa qytetarët kërkojnë më shumë kontroll mbi çmimet dhe masat nga institucionet përgjegjëse, sidomos në periudha festive kur shpenzimet rritën ndjeshëm. Studentja Daorsa Spahiu, e cila javë më parë vdiq në Tetov, do të përkujtohet nesër në një formë tjetër. Shoqëria dhe kolegët kanë ftuar qytetarët që nesër nga ora 16 të bashkohen në parkun e qytetit, ku do të bëhet ndezja e qirinjve në nderim të shpirtit të Daorsës. Nesër me datë 16 dhjetor në ora 16 në parkun e qytetit në Gjakov të busti Nën Terezës, do të ndezen qirinj në nder të shpirtit të Daorsa Spahiut, studentës së mjekësisë nga Gjakova, që ndroi jetë tragjikisht në Tetov të Maqedonisë së Veriut. Ky aktivitet që do të mbahet nesër është i dyti me radhë pas protestës që u mbajt për Daorsën, ku qytetarë të shumt me pankarta në duar me moton drejtësi për Daorsën, vajzat nuk duhet të kenë frikë nga dashuria, protestuan për të kërkuar drejtësi për Daorsën dhe për zbardhjen e plotë rrethanave të vdekjes së saj. Aktiviteti i nesërmi ndezjes së qirinjve pritet të mbledhë qytetar, miq e familjar, ku nëpërmjet dritës së qiriut do të kujtohet shpirti i Daorsës dhe vlerat që ajo la pas. Ndërkohë, organizatorët, miqtë dhe kolegët kanë kërkuar nga qytetarët që sa më shumë t'i bashkohen thirrjes për të kujtuar edhe një herë figurën e Daorsës. Zyrtarisht është pensionuar sot fizioterapeutja Teuta Serhati, e cila prej disa dekadash dha kontributin e saj në repartin e fizioterapisë në Spitalin e Gjakovës. Në një takim të përbashkët mes emocioneve dhe falënderimeve dhe vetë doktoresha shprehi mirënjohjen e saj që pati me kolegët për gjatë gjithë këtyre viteve. Sot është pensionuar doktoresha Teuta Serhati. Ajo ka qenë mjekja e parë fiziatër që ka shërbyer në Spitalin e Përgjithshëm Isa Greza për më shumë se 4 dekada. Kolegët e saj kanë përgatitur një ceremoni falënderimi e përshëndetje për doktoreshën Serhati. Na sot përcjellim doktoreshën Teuta Serhati, sot është dita e pensionimit saj. Mirë, po nuk do t'i themi lam të mirë, por do t'i themi faleminderit. Faleminderit se që ka qenë një profesioniste e shkëlqyer, një bashkëpunëtore shumë e afërt, e cila asnjëherë nuk e ka kursyer veten. As për kolegë, pacientëve ju ka dhënë ajo çka është më e mira për ta. Mes emocionesh, doktoresha tha se ndjehet shumë e lumtur që pati mundësi të jetë në shërbim të pacientëve për dekada me radhë. Pas shumë viteve që kom shërby si mjeke, sot bëjnë mbylljen e një kapitullit shumë të rëndësishëm të jetës sime. Mjekësia nuk ka qenë vetëm si profesion, po është si thirrje për me shërby, me përkushtim dhe përgjegjësi dhe humanizëm ndaj secilit pacient. Unë e falenderoj edhe kolektivin ose bashkëpunëtorët e mi për që kemi pas një bashkëpunim edhe kemi pas një respekt të ndërsjellë ndër vite.
Gjithashtu falenderoj dhe institucionin i cili ma ka besu këtë mision, dhe familjen time sigurisht, po mas shumë të i falenderoj pacientët që kanë pas besimin të une. Nga aty u tha se kontributi i doktoreshës ka qenë shumë i rëndësishëm për repartin e fiziatrisë në spitalin e përgjithshëm i Sagrezda dhe se ndjehet me fat që kanë pasur mundësi të punojnë së bashku për vite të tëra. Karrierën e saj profesionale krahas doktoreshës Teuta, sot e ka përmbyllur edhe infermierja Nexhmie Hoxha, e cila për më shumë se 4 dekada qëndroi në krye të detyrës për t'i ndihmuar pacientët. Me një karrierë të gjatë dhe të pasur profesionale, infermierja Nexhmie Hoxha ka përmbyllur një kapitull të rëndësishëm sot në jetën e saj. Pas një kontributi të çmuar për 22 vjet në repartin internistikës dhe mbi 20 vite të tjera në ambulancën specialistike të fizioterapisë, infermierja Hoxha zyrtarisht sot u përshëndet me kolegët. Emocion kam shumë, punoj që 45 vite, 22 vite kom punu në repartin internistik, edhe 20 sa vite përpose me emocione, sa vite në ambulancën specialistike të fizioterapisë. Unë jam e privilegjune për doktoreshave që kam pas nder të punoj me to. Kom punu me pacienta që nuk ka pas asnjëherë kur problem që me pas ndikim për pacientit apo për doktoreshës. Jam shumë e lumtur që kom pas me njerëz të mirë, me një staf shumë të mirë të rrallë. Për punën dhe për kushtimin e saj, kolegja doktoresha Dashurie Koshi mes emocionesh foli për infermieren Hoxha, duke vlerësuar atë si një grua punëtore dhe e gatshme për të gjitha shërbimet të drejtuar pacientëve. Edhe kjo është një fazë e cila na jep me tregu edhe me u rikthy për kontributin e tyre që kanë dhënë në vitet e kaluara, pa hezitim, me dëshirë, me dashuri dhe me shumë respekt për komunitetin. Shëndet e mirësi për gjithë punëtorët shëndetësor, ata që shkojnë, ata që vinë, jemi shumë të gatshëm që gjithmonë edhe gjithkuj mi uru mirëseardhje edhe gjithmonë edhe gjithkohë me e uru në rrugtimin e tyre. Pensionimi i saj shënon fundin e një kapitulli të rëndësishëm dhe një trashëgimi të çmuar profesionalizmi. Qendra kryesore e mjekësisë familjare në Gjakov është pajisur sot me një autoambulancë të re. Ushtruesja e detyrës së drejtorit në drejtorinë e shëndetësisë Dafina Kazazi Olloni tha se kjo autoambulancë është një mundësi e mirë për të përmirësuar edhe më shumë shërbimet e stafit mjekësor për pacientët. Qendra kryesore e mjekësisë familjare në Gjakov është pajisur sot me një autoambulancë të re. Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së shëndetësisë në Gjakov, Dafina Kazazi Olloni, tha se kjo autoambulancë është e pajisur me të gjitha pajisjet e urgjencës, duke rritur edhe numrin e automjeteve të urgjencës në QKMF. Ditën e premtë, Komuna e Gjakovës, përmes një marrëveshje të mëhershme mes të kryetarit të komunës dhe Ministrisë të Shëndetësisë, ka pranuar një autoambulancë me gjitha pajisjet përcjellëse për nevojat të shërbimeve shëndetësore. Kjo autoambulancë e rrit në 4 numrin total të autoambulancave, të cilat janë në shërbim të komunitetit sipas nevojës. Kazazi Olloni bëri të ditur se autoambulanca e re do të përdoret për shërbimet shëndetësore emergjente, si dhe për shërbimet të tjera sipas nevojave që paraqiten në njësinë e urgjencës. Kjo është autoambulanca e dytë për këtë periudhë 4 vjeçare, për arsye se siç e dimë, për shkak të një aksidenti të një mëhershëm të para 3 vjetë, ajo ka mbetë jashtë funksionit. Vlen mu të cek që kjo autoambulancë do të përdoret për nevojat dhe shërbimet shëndetësore, si dhe shërbimet tjera sipas nevojës që shfaqen në njësinë e urgjencës. Po ashtu në emër të Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Kazazi Olloni shprehu mirënjohje ndaj Ministrisë së Shëndetësisë për kontributin e dhënë. Si Drejtori i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, ne jemi mirënjohës dhe falënderues Ministrisë së Shëndetësisë
për kontributin e dhënë, për arsye se do të shërbej, kjo autoambulancë do të shërbej për rritjen e cilësisë, produktivitetin, çka është më rëndësishmja edhe efikasitetin, duke ju përgjigj më së miri nevojave emergjente të qytetarëve. Sipas ushtrueses së detyrës së drejtoreshës së shëndetësisë në Gjakov, Dafina Kazazi Olloni, kjo autoambulancë ka qenë mjaft e nevojshme dhe e domosdoshme, sepse nga autoambulancat që i posedon kujdesi parësor shëndetësor, përdoren edhe për njësinë urgjencës, gjithashtu edhe për kujdesin paliativ në rast nevoje, kështu që ka qenë shumë e nevojshme. Në sallën tek i Dervishi në Gjakov, shkrimtarja Jetlira Avdiaj është takuar me adhuruesit e veprave të saj. Në një diskutim të hapur profesional dhe miqësor, shkrimtarja Avdiaj solli në vëmendje prurjat e saj të fundit në letërsi, si dhe bashkëbisedoi me të pranishmit në sallë për shumë çka që lidhet me krijimtarinë e saj. Takimi organizuar nga shoqata e intelektualëve Jakova. Fituesja çmimit autoria më mirë e vitit në panairin e librit 2025, Jetlira Avdiaj është takuar sot me adhuruesit e fjalës së shkruar në hapësirat e sallës tek i Dervishi në Gjakov. Romani i saj Toka e Babës, por edhe Shtëpia pranë liçenit e shumë krijime të tjera bën që Jetlira ndonë se e re në moshë shumë shpejt të prek suksesin, fal prurjeve të saj me shumë përmbajtje në strukturë dhe temë. E gjendur në mesin e shumë lexuesve, shkrimtarja Avdiaj foli për krijimet e saj, pasionin për shkrime, por edhe për sukseset e vitit 2025 në artin krijues. Është një sukses shumë i mirë për këtë vitin 2025, por të flas prapë në aspektin e shkrimtarit nuk është mjaftueshëm. Sepse kur libri arrin në dorë të lexuesit, më shumë se sa çmimi që merr libri, është më sukses i madh se sa është suksesi edhe vlerësimi në panairin e librit. Kështu që në këtë aspekt mund të them se po kam arritur një sukses jashtëzakonisht mirë me romanin Toka e Babës, që do vlerësua edhe me çmimin e autorit i vitit në panairin e librit 2025. Por prapë si shkrimtar na kemi qejf që libri me dëgju fjalë prej lexuesve, me ditë se libri po lexohet. Ky aktivitet kulturor u mundësua nga shoqata intelektualëve Jakova, të cilët në vazhdën e aktiviteteve të tyre promovojnë poetë shkrimtar të rinj, të cilët po shkëlqejnë me shkrimet e tyre. Profesori Rushdi Sefa, derisa foli për arritjet e shkrimtarës Jetlira Avdiaj, vuri theksin edhe te një fakt shumë i rëndësishëm. Pse Jetlira me gjithë këto suksese nuk u nderua edhe nga qyteti i saj i lindjes? Në qarqet letrare, tashmë është e ditur, Jetlira Avdiaj nuk është thjesht një emër i ri në letërsinë shqipe, e është një zë që ka shpërthyer me fuqinë e rrëfimit, me guximin e temave dhe me një stil që s'ka frikë të prek plagët e shoqërisë sonë, se Jetlira ka sjell një nivel të ri në letërsinë shqipe. Është kënaqësi e rrallë kur një zë i ri ngjitet në majat e letërsisë shqiptare, dhe është përgjegjësia jona si komunitet kulturor i Gjakovës, ta mirëpresim, ta vlerësojmë dhe t'ja njohim kontributin që tashmë po e pasqyron letërsinë tonë. Po këtu vjen paradoksi ynë kolektiv. Derisa Prishtina e çmon, jurit e vlerësojnë, lexuesit e përqafojnë, qyteti i saj ende nuk e ka dhënë asnjë mirënjohje institucionale, asnjë çmim, asnjë falënderim, asnjë ftesë zyrtare që të jetë shembull për të rinjtë e tjerë. Ky takim u moderua nga profesoresha Teuta Hoda, e cila në fjalën e saj tha se sot po promovojmë një shkrimtare të re, por me shumë vlerë në letërsi. Sot e promovojmë një autore të re, por të re në moshë, por jo të re në shkrime, për shkak se veprimtaria është mjaft e bujshme, dhe gjithashtu pa bërë dallime në gjini, ne shpesh diskutojmë pse ka kaq shumë autor meshkuj dhe ka kaq pak autore femra. Kështu që kënaqësia ishte dyfisht për shkak se është një autore femër. Ndërkaq, profesori Muharrem Kurti, njëherët kryetari i klubit letrar Gjon Nikol Kazazi, tha se Jetlirën e njoh qysh në librin e saj të parë, dhe nga aty e kisha kuptuar se sa shumë premtuese është në temat dhe rrëfimin që zgjedh ta ndajë me lexuesin. Krijuesja tashmë e njohur, Jetlira Avdiaj,
i ka dy vlera qëndësore për krijimtarinë: talentin dhe leximin sistematik. Ky takim ishte i hapur dhe ndërveprues mes të pranishmëve. Disa nga nxënësit pasi kishin lexuar libra Toka e babës, por edhe disa nga krijimet tjera të autores, përmes komenteve dhe diskutimeve, pohuan se kishin mësuar shumë çka nga libri. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Në Gjakov u diskutua për edukimin medial dhe lajmet e pavërteta. Rritja e çmimeve rëndon qytetarët në prag të festave të fundvitit. Mbahet takimi hapur me shkrimtaren Jetlira Avdiaj. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.